A e dini që ekziston një vend në këtë planet që është ndaluar që të udhëtosh me makinë? Pra nuk mundesh që të vozisësh me makinë në këtë vend. Po, bile pas ti, sepse kanë kaluar vite tani, pas ti vendi, ushtuan edhe vendet të tjera dhe shumë shpejt në vendet e banuara, ku do të ketë më shumë popullat, nuk do të udhëtosh më me makinë, do të jetë krejtësisht e ndaluar. Dhe tani po ju tregoj disa sekrete që duhet të dini. Vendi që i pari që është ndaluar që të udhëtosh me makinë, pra që ti të vozitesh brenda këtij vendi me makinë, është një ishull. Një ishull që gjendet në Michigan. Është afër Kanadas, në kufi me Kanadan. Dhe quhet Mackinac. Mackinacu është një ishull shumë i vogël, jetojnë rreth 500 banor, jo më shumë. Mirë po, gjatë verës ka shumë turista. Në fakt, jo pse është i vend i vogël, por është diçka e çuditshme si vend, dhe do t'ju them se përse. Dhe në këtë vend nuk mundesh që ti të udhëtosh me makinë, është ndaluar. Pra makinat, është e kotë që ti të marrësh makinën, ta çosh deri atje, sepse ti nuk mund të udhëtosh dot me makinë. Dhe ky ligj është vendosur në vitin 1898, pra shumë vite më parë. Pse? Pikërisht pra sepse ishte i dyndur shumë nga turist dhe nuk kishte vend. Aq është ishull i vogël, si mund të udhëtoni me makina? Dhe kështu që u ndaluan që atëherë dhe me kalimin e kohës ende sot është një ishull që nuk mund të udhëtosh me makina. Mirë po, me kalimin e kohës edhe të tjera vende filluan që të reduktonin oraret e makinave, pra që ti të udhëtoje, derisa në disa vende kanë bërë eksaktësisht si Mackinac, pra që nuk lejojnë absolutisht që ti të udhëtosh me makinë. Si për shembull në North Sentinel, që ose keni dëgjuar Island, North Sentinel Island, që ka një pjesë të këtyre aborigjenëve ku jetojnë në thellësi të këtij ishulli. Është komplet e ndaluar dhe aty që ti nuk mund të udhëtosh dot me makinë, sepse është edhe një vend natyror shumë i bukur dhe ruhet. Bile edhe në Porquerelos, si quhet, se nuk e di ta them në Francë, në frëngjisht. Në Francë është një vend tjetër, pra ky Porquerelos, që është ndaluar, është një ishull dhe ky që ti nuk mund të futesh dot me makinë, pra nuk mund të udhëtosh dot me makinë. Bile edhe në Itali, në disa vende, si për shembull në Maretimo apo në Favignana, që është ndaluar. Por edhe në vendet e tjera dal nga dal tani po reduktohen. Çfarë do të thotë kjo? Sepse doja u them, për shembull edhe në Kroaci është ai, si quhet ai, ka disa ishuj, por në Suzak që kam qenë atje, është ndaluar. Është ndaluar në Suzak që ti të vozisësh me makinë. Dhe çfarë duhet të them me këtë? Shumë shpejt në vendet e banuara aty ku ka më shumë popull, nuk e kam harruar atë të me Mackinacut misteret, tani po ja u them. Qëndroni këtu. Atëherë, me kalimin e kohës në vendet e banuara do të shtohen nga popullata. Nuk është vetëm problemi i gazrave, pra problemi i tymrave, sepse ky mendohet nga njerëzit që është problemi kryesor. Nuk është problemi kryesor ky. Reduktimi i makinave ose që mos vozisja e makinave në këto zona, pra në këto vende, qoftë në ishuj, por qoftë edhe në vendet e banuara, do të jetë pikërisht pra nga popullata, sepse do të shtohet popullata. Çfarë po bëhet tani? Synimi i këtyre, i mjeshtrave, është që ta heqin popullin ta shkëpusin popullin nga fshatrat, që të vendosen në vendet e banuara në qytet. Qyteti sa më i madh dhe aq më mirë. Pse kjo? Sepse në këtë formë i kontrollojnë më mirë. Pra është më mirë, si është më mirë? Ti je i grumbuar në një vaf, apo si delet ku shkojnë dhe kullosin ku të doj qefi? Nuk munden. Bile do t'ju them, për shembull, në Singapur, ti nuk mundesh që të blesh një makinë pa patur një dokument që ti ke një parking. Pra ti fillimisht duhet marrësh leje, por lejen ti e merr fillimisht nga policia. Pra merr një leje nga policia që ti do të marrësh një makinë dhe përpara sa të marrësh këtë leje ti shkon dhe kërkon, pagon parkingun
e ke me dokument parkingun, pra të kanë dhënë një dokument që ti ke parkingun, pastaj bën kërkesë në polici dhe policia të jep okejin që ti të shkosh që të blesh makinën. Pra, pikërisht sepse në Singapur popullata është shumë e madhe dhe tani po bëhet një kontroll i rrept. E njëjta gjë do ndodh në të gjithë planetin. Shumë shpejt do ta dëgjoni këtë. Unë po e them sot që është viti 2025, por do ta dëgjoni. Bile në vendet e banuara, për shembull në Korenë e Jugut, edhe në Kinë, në Japoni, në disa vende që janë super të populluara, e kanë hequr dhe po e heqin dal nga dal pranin e makinave. Kështu që me kalimin e kohës në vendet e banuara, sa më shumë vendet banuara do të ketë, me shumë popullat, dhe aq më shumë do të reduktohet prania e makinave, derisa të t'i zhdukin totalisht, si do lëvizin me mjete. Kaq. Tani të kthehemi tek biseda e parshme, atë që doja t'ju thosha të ishullit. Në ishullin makinak kanë patur disa fenomene shumë të çuditshme që flasin vendasit prej kohësh. Kanë shkuar edhe studiues që kanë studiuar dhe askush nuk e di se çfarë misteri është. Çfarë ka ndodhur? Prej vitesh, pikërisht aty në Makinak, pranë atij ishulli që ju thash që është ndaluar që nga viti 1898 që ti të udhëtosh në të me makinë, që prej shumë vitesh të dokumentuara shfaqen disa sfera të shndritshme me dritë. Pra si formë dielli. Kemi bërë dhe një emision për këtë, kam bërë disa emisione për këtë, që njerëz edhe kanë vdekur nga kjo. Në fakt, edhe këtu në Makinak ka patur raste aksident që kanë vdekur njerëzit, por ajo sferë, sepse është sferë energjie, është si një diell. Nëse të vjen këtu përballë te, të kalon te jetej pas një problem, pa qëndruar as një sekond, aq djeg, sepse ka miliona si mund t'ja u them, nxehtësi brenda. Dhe sipas studiuesve nuk i kanë kapur dot, sepse ky është problemi. Kanë shkuar për t'i kapur, nuk kanë kapur që t'i studiojnë. Por sipas studiuesve mendohet që këto sfera krijohen nga natyra, nga vetë natyra. Është vetë natyra aty që është shumë e çuditshme. Por ka diçka tjetër. Sipas të dhënave të vendasve që janë indianët e lashtë, tregohet që pra indianët e vërtet amerikanë, që nuk janë indianë, por po thoshe që ata tregojnë që këto janë pikat e lotit të diellit, sepse dielli që kur njeriu thot filloi që nga viti 0 që filloi ciklin e tij biologjik, pra krijoi probleme të mëdha në planet. Dhe Zoti lëshon lot, me fjalë që si për ta është dielli. Megjithatë, ende sot ndodhin fenomene të tilla që askush nuk i shpjegon dot pikërisht në atë vendin atë ishullin që ju thash në Makinak. Megjithatë, doja që t'ju thoshja, sepse aty e fillova këtë si bisedë, që ndonse duket paradoksale, me ardhjen e kohës, me kalimin e viteve, nuk do të lëvizim me makina në qytetet e mëdha, ose më mirë në qytete, sepse jo qytetet mëdha apo të vogla, do jenë të gjitha qytete. Nuk do lëvizim me makinë. Kështu që vjen keq, por ky është një parashikim vërtet serioz dhe jam i bindur që do verifikohet. Kalofshi një mbrëmje të këndshme dhe më thoni se çfarë mendimi keni për këto argumente.